Për krahje e madhe që morëm me 19 tetor, dëshmoj se Tetova është në rrugë të drejtë. Tetova po ndryshon, po transformohet dhe po zhvillohet. Tetova dëshmoj se vlerëson punën dhe dëshiron që ky zhvillim të vazhdoj edhe më fuqishëm. Këtë vlerësim ne ua kthejmë edhe me më shumë punë. Sot jemi këtu në rrugën e Potokut, ku bashkë me rrugën 134 dhe rrugën Pror Pshinski u asfaltuan tërësisht sipas standardeve bashkëkohore. Ndërtuam rrugë të re moderne me gjatësi gati 1 kilometër dhe asfaltim të rrugës dikund mbi 5.000 m2. Me një investim gati 200.000 euro dhe apo rreth 12 milion denar e transformuam këtë lagje pranë Qerdhes apo në lagjen e Potokut duke i dhënë pamje të re europiane. Të dashur qytetarë të Tetovës, Tetova meriton këtë transformim. Tetova meriton rrugë moderne, shkolla, qerdhe, pishina dhe gjithë kushtet për një qytet funksional, të pastër dhe modern. Punët e mira për Tetovën duhet të vazhdojnë edhe më shumë, edhe më mirë, edhe më fuqishëm në kapitullin e dytë të zhvillimit.